Tani për sa i përket rasteve të dhunës së paraqitura në qendrën shëndetësore të Levanit, realisht rastet që vinë të dhënuara fillimisht shkojnë në organet e policisë së shtetit, pastaj mund të merret edhe informacion nga ana jonë mbi këto raste, por rastet të cilat vinë direkt në qendrën shëndetësore të Levanit, përgjithsisht përpiqen që ta fshehin dhunën ndaj tyre, por mjeku në bazë të informacioneve që ai ka edhe të mënyrës se si po përpiqet pacienti që ta fshehë dhunën ndaj tij, eksploron më shumë në sjelljen e tij të fshehur, duke parë që këtu ka disa elemente që nuk shkojnë, dhe në momentin që konstatohen shenja të dhunës, qofshin ato verbale apo fizike, në bazë të ligjit bën menjëherë referimin e rastit sipas organeve kompetente. Ju si mendoni, a kemi shumë viktima të dhunës, duke ju referuar në fakt edhe zonës ku jemi, që e fshehin dhunën prej vitesh, pra si mendoni ju, si e keni ju konstatimin tuaj? Duke marrë parasysh që Levani është një komunitet me individ që i përkasin etnicitetit të rom, rastet e dhunës janë goxha prezente, por shumica të cilat përpiqen që ta fshehin dhunën janë të shumta. Dhe ardhja e tyre në qendrën shëndetësore nuk është shumë e lehtë, sepse referohen fillimisht policisë për të qenë aty më të sigurt dhe për të marrë ndihmën më direkte. Ndërsa për sa i përket elementeve të cilat i bëjnë këto individ që të fshehin rastet e dhunës, ato janë të shumta, qoftë ndikimet apo presionet të ndryshme nga bashkëshortja apo familjarët e tjerë, apo edhe dhunuesit të ndryshëm, edhe deri tek elemente më të thjeshta. Por duke qenë që mekanizmet e rasteve të referimit të dhunës janë forcuar së shumti në bashkëpunim edhe me organizata të ndryshme dhe me rolin e fuqishëm të Ministrisë së Shëndetësisë, po përpiqemi që këto raste të evidentohen sa më shumë dhe t'ju vihet në ndihmë sa më shpejt. Po tek fëmijët, si funksionon? Pra, qendra funksionon edhe për rastet e fëmijëve të dhunuar apo jo? Relativisht qendra është e hapur për të ofruar shërbim për të gjitha kategoritë edhe grup moshat. Rastet e dhunës të fëmijëve të jemi të sinqert nuk kemi pasur. Kemi pas bashkëpunime me shkollat nëse ka pasur raste të bullizimit të fëmijëve, për këtu kemi qenë bashkëpunues, por që patjetër çdo lloj kategorie mund të marrë shërbim në qendra shëndetësore.